Dhe sa dëm na bën mbajtja e urinës dhe fryrja fshikës? Po, tek moshat e reja kanë vënë këtë gjë. Nga puna e tepër vin disa që kanë fshikën, kapaciteti i fshikës normalisht është 450 ml deri në 500 ml. Diku këtu, plus minus. Vin sa me 1 litër, 1 litër e gjysmë që kanë mbajtur fshikën dhe këta pastaj kanë probleme që nuk e zbrazin dot mirë pastaj fshikën, sepse fshikëza zgjerohet, krijon të xhepa, le të themi kështu, dhe është pastaj shkak dhe për infeksione më vonë. Urina duhet zbrazet, sepse po të qëndrojnë aty. Në momentin e parë që e ndjen, apo duhet zbrazet. Për mua duhet zbrazet. Madje tek ata që kanë këtë problem tashmë, unë këshilloj që ata ta trajnojnë fshikën sërish, domethënë të vinë në tualet më shpesh. Çdo 2 orë, 1 orë, ta zbrazën që ajo pastaj zvogëlohet sërish. Sepse janë shumë të rinj edhe është për të ardhur keq, sepse kanë si burrin ajo që unë e mbaj urinën nuk dalë. Jo, është gabim. Është gabim. Problemi është kundërta. Nuk është për burrin të mbash urinën, fshikëza duhet të rrinë aq sa është.